Vërshimet që ndodhen dje në Çajlan të komunës së Sarajit, pra problemi kryesor ky prua, KKT e cila ka dalë nga shtrati dhe si pasojë e kësaj rjedha e ujit ka deportuar nëpër shtëpitë e banorëve. Ky është obori një shtëpie në fshatin Çajlan, pra prej dje janë munduar që ta pastrojnë me pompë, por ende duket kështu. Këtu e kam pronarin e kësaj shtëpie, i cili do të na tregojë më tepër rreth kësaj. Mund na thoni se çfarë dëmi është shkaktuar? Dëmet janë të mëdha, me thënë ujti ka një mrejnë, edhe me kohën kjo pjesa në këta nuk ka pastru. Mirë po këto është ma grope edhe këtu ka mbe. Do të thënë krejt kjo pjesa ka qenë me ujë? Kjo pjesë ka qenë me ujë, po. Që deri që aty diku një 40 cm. Edhe ka mbri ujti edhe mbrejnë. Ka po dom me plastik. Çfarë dom ju ka shkaktuar? Krejt me mobilje, me krejt i ka. Krejt, definitivisht krejt. Покрetoa собственикот на куќата вели дека останале без чиста вода за пиење и дека во моментот се преселени кај неговиот брат поради непријатниот мирис во куќата. И другите жители потврдува дека главниот проблем од Çajlane било излевањето на реката на коритото. Se reka ka dalë, se nuk del ujti që ka shumë. Reka është e vogël, shumë do të krite 4 metre e gjonë, e fejl, e kanë kushtar krejt, nuk ka në država faj. Pra po ujë me pas apet del, apet dam me mund na bane. Градоначалникот на општина Сарај Мухамет Елмази за ТВ21 изјави дека 30 куќи се поплавени и увери дека владата ќе ги надомести штетите. За реката додаде дека работите за уредување на коритото ќе започнат во рок од 2 месеци. Komisioni për vlerësim tash është vetëm se në terren, do i bëjmë proces verbale në kuadër ligjit edhe do i dorëzojmë në organet kompetente, konkretisht në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe do të kompenzohen gjitha dëmet që u kanë bë materiale. Shfrytëzoj rastin pasi jeni këtu, ta cek më herët kishim koordinim me Ministrin e Mjedisit Jetësor dhe na siguroi që kontrata për rekën në fjalë, rekën e thatë është e nënshkruar, ka kompani e cila u ka përzgjedh për të bë punimet ndërtimore të kësaj reke, edhe pritet vetëm zgjidhet firma e cila do bëjmë mbikëqyrje dhe do të fillojnë brenda maksimum 2 muajve do fillojnë aktivitete ndërtimore. Како последица на врнежите, поплави имаше во 4 села од општина Сарај: Буковиќ, Семениште, Арнакија и Çajlane.